Tani me vetëm sa kemi pranuar vendimin gjyqësor nga Gjykata Themelore në Prishtinë, vendim kë i cili liron nga gjitha pikat e aktakuzës zonjën Albolena Axhev, e cila tani është kryetare e Kuvendit Kosovës, ndërsa në kohën kur ishte ngritur aktakuza ndaj saj, e njëjta ishte në cilësinë e deputetes dhe atëherë në cilësinë e deputetes kishte një aktakuzë të qartë, aktakuzë kjo që kishte të bënte me asociacionin e komunave serbe, e cila ishte e qartë dhe kundërshtonte në atë kohë që të votohej për asociacion. Dhe ajo së bashku me disa deputet të tjerë të opozites, ishin munduar me veprimet e tyre të lehtëshme dhe demokratike që të pengojnë mbarvajtjen e votimit, duke i ditur se ai votim kishte zëra që do të kalonte asociacioni, dhe në atë rast të njëjtit janë dalur në hyrje të kuvendit, ku pretendohet se janë gjetur disa objekte të dyshimta. Dhe ndaj tyre ishte ngritur një aktakuzë dhe ishte mbajtur një shërtim gjyqësor i cili kishte pasur vendim gjyqësor në vitin 2021. Dhe nga ai vendim gjyqësor ishte vërtetuar pafajësia e Albolenës dhe të tjerëve dhe nuk ishte arritur të vërtetohet nga institucioni prokurorit të shtetit asnjëherë që bombolat të cilat ishin gjetur kishin të bëjnë me gaz lotësjellës. Dhe si rezultat, siç e dimë në drejtësi kemi disa parime bazë, siç është parimi in dubro pro ieri, pra duhet argumentohet bindshëm fajësia një të pandehuri për të shpallur fajtor. Gjykata dhe prokuria kishte dështuar të konstatonte fajësinë e deputetes atëherë Albolena Axhev, dhe në bazë të këtij parim ky i cili aplikohet sot nga gjitha shtetet demokratike, të njëjtën e kishte konsideruar si të pafajshëm. Dhe në atë kohë në afat ligjor, prokuria kishte ushtruar ankesë dhe rasti ishte kthyer në rigjykim. Ani pse rasti ishte kthyer në rigjykim dhe një rast që ishte maratonik për nga kozgjatja e rastit dhe ishin mbajtur shumë seanca, por asnjëherë deri më tani nuk ka arritur të vërtetoj dhe të konstatoj që përmbajtja e bombolave që ka pasur në të gaz lotësjellës. Dhe si rezultat i kësaj dhe kohës që nuk ka mundur të vërtetoj pafajësinë, tani men nga koha e kryerjes veprës penale, duke patur parasysh se aktakuza ishte ngritur në vitin 2016 dhe tani jena në vitin 2026, ka arritur parashkrimin absolut dhe ka pëshuar së ndjekri në këtë rast. Pra, aktakuza hudhet në gjitha pikat e saj dhe Albolena Axhev tani me është pafajshme.